Ndoshta është për mirë. Mbreti kishte një ministër që gëzonte mençuri të madhe dhe që ishte i sigurt se gjithçka që Allahu e ka caktuar për njeriu është më e mirë dhe mirësi. Një ditë, mbreti doli me ministrin për të gjuajtur kafsh, dhe sa herë që mbreti nuk arrinte të godiste diçka, ministri i thoshte: "Ndoshta është për mirë." Ndërsa ata po ecnin, mbreti ra në një grop të thellë dhe ministri i tha: "Ndoshta është për mirë." Më pas, mbreti filloi t'i rrjedh shumë gjak nga gishti i dorës, kështu që ata shkuan te mjeku dhe ai urdhëroi që të pritej gishti që të mos dëmtohej pjesa tjetër e trupit për shkak të tij. Mbreti u zemërua shumë dhe nuk pranoi të nënshtrohej urdhrit të mjekut, por gishti i tij nuk ndalonte së rrjedhur i gjak, gjë që e detyroi ta priste gishtin. Ministri i tha atij: "Ndoshta është për mirë." Kur dëgjoi këtë, mbreti i tha ministrit: "Çfarë është e mira në këtë? A dëshiroi që të më pritej gishti?" Ai u zemërua shumë dhe urdhëroi rojet e tij të arrestonin ministrin dhe ta burgosnin. Ministri tha: "Ndoshta është për mirë." Ai kaloi një kohë të gjatë në burg. Një ditë, mbreti doli për gjuhë e tij, i shoqëruar nga rojet e tij. Ai ra në duart e një grupi njerëzish që adhuronin idhujt dhe ata e morën me qëllim që t'i ofronin mbretit kurban për idhujt që adhurojnë. Kur ja paraqitën mbretin, prijesit të tyre, ai pa gishtin e prerë, pastaj urdhëroi ta lironin dhe ta kthinin ande nga erdhi, sepse kurbani duhet të jetë i shëndetshëm dhe pa të meta. Kështu që mbreti u kthye në pallat, i gëzuar sepse shpëtoi mrekullisht nga vdekja. Ai kërkoi nga rojet që t'i sillnin ministrin dhe ata e sollën. Mbreti i tha se çfarë kishte ndodhur dhe i kërkoi falje ministrit për atë që kishte bërë. Pastaj mbreti e pyeti: "Përse the, ndoshta është për mirë kur urdhërova rojet të burgosnin?" Ministri i urtë i tha se po të mos më kishe burgosur, do të më merrje me vete në gjuhë e tij, siç bën zakonisht, dhe unë do të isha bërë kurban për idhujt në vendin tënd. Pastaj ministri i tha atij se kur Allahu i merr diçka njeriut, kjo është vetëm që ai ta sprovojë atë për një të mirë që robi nuk e di. Kur dëgjoi fjalët e ministrit, mbreti u gëzua shumë dhe tha: "Ndoshta është për mirë." Në Kur'an thuhet: "Por mund ta urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju, e mund ta doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini."